Tani, atë që Preçi e tha si kompliment, unë doja them si vretje. Do me thënë, qëndrimi i zonjës Tabaku këtu, mua nuk më duket si lëvdat për antikonformizëm, po më duket si një konformizëm i plot. Dhe kjo është vretja që unë kam për ju në raport me Partinë Demokratike, një konformizëm i tepruar. Pse? Sepse ne këtu nuk po diskutojmë fatin personal të Jorida Tabakut. Padyshim me kontributin që ju keni në NPD, nën kryetare, atë që përmendni shpesh, kam që 16 vjeçe këtu, ju shkoni për te i emrit tuaj. Dhe duke shkuar për te i emrit tuaj, ju sot duhet flisni dhe për atë Kadiun, që doli parë në listën e Tiranës dhe sot s'ekziston fare. Edhe për Ali Mehmetin. Pra, nuk është çështja sa ndjeni ju e prekur apo e përkëdhelur. Çështja është që ju sot po anashkaloni një farsë që sa po ndodhin partinë tuaj. Dhe farsa ishin primaret. Pra, të çosh si kope një trup partjake të votoj dhe mos i marrësh fare për bazë, kjo nuk është çështje që lidhet vetëm me fatin personal të Jorida Tabakut. Kjo është çështje demokracisë në parti, i mesazhit që lëshon qytetarëve para zgjedhjeve, dhe për këtë unë mendoj që edhe në prag të zgjedhjeve, pra në qoftë se juve vërtet sot ju intereson vota atyre demokratëve që mendojnë ndryshe, apo që ju i shkelni syrin që më keni mua ju që mendoni ndryshe, ju sot duhet ngrini zërin për këtë dhe jo ta kaloni me një. Tani kjo i iku, unë do fitoj. Po mund fitoni ju, po pa drejtësia që ndronë prapa ty, edhe në qoftë se ju fitoni. Pra, kjo është një gjë që nuk te i kalohet, themun, dhe për cilën jeni e dënuar të mbani qëndrim dhe mos tregoni konformist. Tani, zoti Bushati, se unë e di që ne bashkë të dy kemi pasur komente të shkruara gjatë 2 viteve, replika në distancë për çështjen e Partisë Demokratike dhe i kemi debatuar dhe publikisht shumë gjëra në fakt. Për çështjen e primareve, unë e thash pak më përpara në fakt. A është një instrument që ne duhet ta ndryshojmë, duhet ta përmirësojmë? Patjetër që duhet ndryshuar. Ose ta përdorim dhe ta përdorim të plot, ose mos ta zhvillojmë nëse nuk do të jetë në shërbim qoftë vendosjes së listës, qoftë. Pra këtu mendoni si mua, s'kem nevojë për replikë, ishte një farsë që u tallën me militantët. Ndjes, po këtu duhet të ndërpres. Dakor? Pastaj këto fjalët, kope, fars, turm, nuk janë as në gjuhën time dhe nuk bie dot dakord me ty. Po fjalët janë. A i kam thënë unë mendimet e mia për këtë çështje, i kam thënë. Po nëse ka qenë diçka, po më lëm këtu. Po më lëmi që ta përfundoj. Dakor. Në qoftë se ka qenë diçka që unë kam mësuar në 3 vitet e shkuara në debatin e Partisë Demokratike, ka qenë që këto mendimet i them brenda strukturave të Partisë Demokratike. Edhe i kam thënë, edhe në mbledhjen e kryesisë kur janë diskutuar jo për listën e Tiranës, për listën e qyteteve të tjera, në mënyrë specifike të Elbasanit, kam folur pikërisht për instrumentin e primareve. Ashtu siç folën edhe shumë kolegë të tjerë. Por po e përsëris edhe një herë, për mua kjo është e shkuar. Kjo nuk është thelbësore. Sigurisht thelbësore. Ju prapë s'po thoni gjë. Po është e shkuar se është një vendim që është marrë. Është një vendim që është marrë. Ku gabua te kjo farsa e kopeve që themun, dhe çfarë duhet rregulluar? Ky politikani është ai që mban qendrimin për gjën. Mendimi im është. Tani kjo nuk ka ndërmend me ardhmë më bë analistë, kjo tani do mos zgjedh. Do të mbaj fjalori saj. Ky është analist, ky analistin po bën. Unë do e përballoj. Ti bëre pak politik aty. Unë s'të fola fare. S'të thash, po ti bëre politik. Ky po bën analistin, zotri. Ne këtë detyrë kemi. Bëre pak politikanin, i the gjëra mirë bëre, më mirë bëre, dhe unë tolerova. Totalisht. Jo, për ne tani... Po ti dole jashtë, dole te politikani presh, nuk e kuptove. Se ti ke qenë bituin, midis gjithmonë. Edhe politikan... Lidhje me primarët, unë isha më jashtë përse... E themu e the, nuk të tha... Por nuk të akuzojmë për këtë. Por po themi që kjo zonjë, një lloj si socialistët që kam thirrur në aty, që japin jetën për partinë, një lloj si Kadrias Biu, po e shpresoj, që tha partia ime më dënon. Kjo s'po thotash. Minut. Nuk e thot, nuk e thot. Kjo... Do shta edhe nuk e thot do tani. Jo, kjo është nga... Unë analist për bëj. Jemi përballë një problemi tani. Zoti Rakipi, zoti... Të thuash që tjetër, më falë Jorita, të thuash që eftuara është ngarë, dhe duke qenë ngarë përdor një fjalor që i përshtatet
këti momenti, pastaj që do bëjmë rapa me fitoren, ajo e di vetë, sepse ajo po fitoj, atëherë ka detyrime. Po flasim për fjallor, po flasim për koncepte. Një njeri që shet 3 defekte, thot, kam 1, 2, 3 defekte, unë kam 1, 2, 3 propozime si kjo gjë mund të regulohet. Ky është politikane jo konformist që i flet drejt njerëzve dhe në fakt se nuk... Pa tjetër dhe këtë diskutim unë e kam bën strukturat e Partisë Demokratike. Ashtu si që kam thënë... Se këtu jeme ne. Po jam me ju, unë s'kam marrë për diskutu gjërat e brendshme të partisë, o kam folur unë. Ky është problemi demokracisë, nuk... Pa tjetër problemi demokracisë, po ky është problemi demokracisë të Partisë Demokratike. Tani, instrumenti i primareve, në qoftë se duhej përdorur tamam, duhej së pari shtrirë në kohë, së dyti përdorur si një instrument për të gjitha nivelet e partisë, pa asnjë përjashtim, dhe duhej pa tjetër par edhe në raport me aleancat. Unë mendoj që instrumenti i primareve është një ushtrim shumë i mirë, po nuk duhet mbetet teorik, duhet jetë praktik dhe duhet përmirësuar, sepse krijon edhe konflikte të brendshme në parti. Për mua, për sa kohë konkurenca është e shëndetshme, dhe sa kohë konkurenca nuk ndikon procesin elektoral, sepse mund ndodhin edhe debate, nuk bën asgjë keq, përkundrazi, edhe na forcon, ashtu siç mendoj unë që procesi primareve në një moment caktuar më tregoi mua që ka mbështetje tek strukturat e Partisë Demokratike. Problemi është që kjo mbështetje pastaj duhet përkthyer edhe me mbështetje në elektorat, kaq. Ja këtë unë se kuptoj. Dhe këtu, zoti Rakipi, jo, nuk do ndërhysh këtu, unë kam ardhur për diskutuar për çështje të tjera për fushatën dhe do kisha shumë dëshirë që diskutoni për fushatën, patjetër. Në vitin 2021, kur Lulzim Basha ishte kryetari i Partisë Demokratike dhe humbi zgjedhjet, ju mbajtët një qëndrim në mbështetje të tij. E para është një pyetje e vogël, pse? Dhe më pas, tani, vijon kjo punë. Partia Demokratike kam pyetjen tjetër unë, është rinovuar më shumë apo është më keq nga 2021 i Bashës? Sepse aty shikon disa figura, Jorida, të cilat, me thënë të drejtën, stepesh, edhe po të duash të vraposh të votosh, është një problem për mua si votus, po dhe si një njeri që shikoj, bëj një emision, drejtoj një emision dhe bëj dhe analizë. Tani, zoti Rakipi, më vjen keq të janë opinionet e tua dhe nuk bie fare dakord me këto. Përplasu me këto? Patjetër, po nuk bie fare dakord me këtë çështje, po kjo është një diskutim tjetër. Po nuk jam dakord. Në një parti politike ka vend për të gjithë figurat. Në një parti të madhe politike ka vend për të gjithë. Edhe për atë që ndoshta e thot argumenti më me pak forcë, edhe për atë që e thot me zë pak më tullët, edhe për atë që përdor instrumentin e parlamentit, edhe për atë që mendon si zoti Bushati që në parlament duhet të jesh pak më i nxehtë, jo vetëm me fjalë, po edhe me akte të tjera. Tani në një parti politike të madhe ka vend për të gjithë. Dhe më vjen keq që nuk bie dakord me këtë që thoni ju. Mbas zgjedhjeve të 2021, zoti Rakipi, mbas zgjedhjeve të 2021, e gjithë Partia Demokratike, jo vetëm unë, e gjithë Partia Demokratike zhvilloi zgjedhje në korrik për kryetarin e partisë dhe zgjodhi zotin Basha kryetar partie, e gjithë Partia Demokratike.